Të nderuar, vim përsëri në podcastin Mose është. Në fakt, do të vazhdojmë me atë sagën e fjalës së lirë, që shpeshherë në qarkun juglindor censurohet nga mediat tradicionale apo dhe nga mediat online, të cilat shpeshherë janë të profilizuara. Patjetër, në gjitha rastet profilizimi apo mbështetja duhet të jetë, sepse nuk ka të paanshëm, por detyrimisht të ketë deri diku një balancë. Për këtë arsye, në fakt sot do të japim prap fokus opozitës e cila aderon për të u rikthyer në pushtet pas një periudhe 12 vjeçare. Dhe duke ardhur me programe dhe me figura të cilat shpesh kanë kontribuar në politikën lokale. Për këtë kam kënaqësinë të nderin të kem sot të ftuar zotin Ed Mospao. Kënaqësi që më mosën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Riktheni përsëri në qarkun e Korçës në listën e Partisë Demokratike, i dyti më i votuar tek primaret. Çfarë tregon? Sepse në vetvete është një vlerësim që të jep antarësia, pavarësisht edhe kohës së gjatë që kanë kuvend. Në fakt nuk është rikthim mund të quhej në vitin 2021, kur nga qarku i Elbasanit që kisha punuar për një 4-5 vjet, u riktheva në Korçë. Tani është vazhdimsi, mendoj nga 2021. E thon 4 vite të shumë të vështira pune, jo vetëm në përballjen me qeverinë, por ju e keni parasysh edhe problemet e brendshme që kishte Partia Demokratike, rithemelimi, procesi i gjatë i rivënies në vend të vlerave të Partisë Demokratike, të marrjes së simboleve kështu me radhë. Kjo është një eksperiencë, mendoj, shumë e mirë, dhe në sajt punës që është bërë gjatë këtyre viteve, justifikohet edhe besimi i antarësisë së Partisë Demokratike që më mbështeti për gjatë primareve. Dhe është një augur i mirë edhe për mbështetjen që besoj do të gëzoj edhe në përzgjedhjet e 11 majit, jo vetëm nga antarësia, por mendoj rreth parë nga qytetarët e qarkut Korçës. Është e qartë kur flisni edhe për procesin e primareve, i dyti u zgjodhet, por nga ana tjetër sot jeni i pari i deputetëve, i kandidatëve për deputet të cilët morën pjesë në procesin e primareve. Detyrimisht ai që kishte më shumë vota tashmë është në listë të mbyllur. Kjo atje pa avantazhe elektorale, sepse duhet të thënë që avantazhi elektoral, zona juaj kryesore e influencës së votës, padyshim mund të jetë Maliqi apo jo. Po, patjetër, sepse këtë zonë kam mbuluar historikisht që kur kam ardhur këtu si kandidat për deputet në 2005, kam mbuluar një pjesë të zonës Maliqit, si dhe një komunë në Pogradec, Çeravën dhe një komuna ishin atë kohë, Pusteci. Po në këtë qasje. Por në vitin 2021, nga 2021 që këtej kam mbuluar të tërë pjesën e Maliqit, kështu që pa diskutim është Treva, zona, bashkia, pres që të marrë mbështetjen më të madhe në pikpamje të votës. Por për shkak të kohës gjatë që kam qenë këtu, një periudhë të mirë kohë kam qenë edhe drejtues qarku. Jam njohur me shumë njerëz, qytetarë, struktura, edhe në Pogradec, edhe në Devoll, edhe në Korçë, Ersek. Mendoj që do të kem mbështetje. Se saktë do të tregoj 11 maj. Por sikurse e thatë edhe ju, mbështetja kryesore pres në Maliq. Në fakt është një garë egër, ai sa egër është Partia Socialiste, ai qëndron edhe gara me strukturat. Duhet të thënë edhe në fakt në gjithë algoritmin e fushatës elektorale, nëse shihet Partia Demokratike lufton për një mandat. Pra atë që shihet deri në këtë momente, pavarësisht se shpeshherë objektivat janë 5-5 nga ana juaj dhe 7-3 nga ana e kundërshtarëve tuaj. Por në vetvete sa e mundshme është që ju t'jeni
fituesi e atij mandati në rastin më të pranueshëm 6/4. Unë nuk jam dakord me këtë vlerësim. Jo, këto janë deklaratat faktë që kanë dhënë Objektivi ynë është që të fitojmë këto zgjedhje në qarkun e Korçës, që do të thotë që ne pretendojmë për 6/4. Pretendoni ju për 6/4? Dhe do të punojmë me këtë objektiv. Edhe besojmë që ka shumë arsye që qytetarët na votojnë. Pas 12 vjetësh qeverisit socialistëve, pas gjithë këtyre zullumeve që janë bërë, një korrupsion i jashtëzakonshëm, vështirësitë ekonomike të shqiptarëve, të cilët në analizë fundit i kanë bërë që të largohen nga vendi, një largim biblik i qytetarëve shqiptarë drejt Evropës dhe Amerikës, nuk ka arsye përse të mos mendojmë që Partia Demokratike dhe koalicioni i saj do t'i fitojë këto zgjedhje. Për fat edhe raportet me ndërkombëtarët tashmë kanë ndryshuar. Jemi shumë më të pranishëm. Ju i keni parë aktivitetet e fundit partive popullore europiane ose të aleancës së partive të djatha në nivel botror, ku zoti Berisha ka marrë pjesë si kryetari i Partisë Demokratike në Shqipëri, tregojnë që nuk është ajo periudha e ftojes, e ngrirjes, e pezullimit të raporteve për shkak të zhvillimeve të brendshme në PD. Tani po shikohet për herë më shumë si partner Partia Demokratike dhe si një forcë që do të mund të sigurojë qeverisjen për 4 vitet e ardhshme. Ju e shihni në makro këtë situatë. Por unë duhet të lokalizohem pak, unë duhet të qëndroj tek qarku i Korçës, i cili ka specifika të ndryshme elektorale, apo jo? Unë mendoj kështu që qarku i Korçës është parathënës për rezultatin elektoral në nivel kombëtar. Fitoria fillon nga Korça. Po ju e keni humbur vazhdimisht Korçën. Nuk është shumë. Shumë në zgjedhjet e 2021-shit, mandatet u ndanë numerikisht 6/5. Por në diferencë votash 1400 vota. Pra për pak ne mund të kishim marrë mandatin e 6 dhe nuk e morëm. Makinacioneve elektorale. Për shkak të kodit zgjedhor dhe mos rakordimit të mirë të aleancave. Nëse ja do të kishte pasur një zgjedhje tjetër, do të ishim shumë afër fitores së qarkut Korçës. Për shumë pak vota, Për shumë pak vota. Kështu që pas 4 vitesh edhe më të vështira në qeverisjen e socialistëve, unë s'kam arsye pse mos besoj që PD-ja dhe koalicioni i saj do të fitojnë këto zgjedhje. Aq më tepër që emigrantët do të jenë një faktor i rëndësishëm në rezultatin elektoral të këtij qarku. Dëgjoj, unë do të qëndroj në një element, zoti Spravo. Duke qenë se ju po flisni për emigrantët, ju po flisni për një rezultat të 2021-shit, i cili në vetvete është një rezultat i cili nëse përsëritet sot, është ndarja 5/5. Është ajo pika më e pranueshme. Por 4 vite në opozit kanë sjellë që strukturat e Partisë Demokratike në gjithë qarkun të kenë një dobësim të dukshëm. E kam thënë edhe në podcastet e tjera, edhe kur ka qenë drejtuesi politik i qarkut. Kjo për shkak sepse shumë kanë dezertuar. Ju e dini që një nga aleatët, pa filluar ende fushata zgjedhore, pa u miratuar mirë lista, kaloi në listën e kundërshtarëve. Dini që Brahim Llari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, bashkë me enturazhin e tij që ndjek, përsëri kaloi drejt Majdhës. Por mos folur pastaj pas tek strukturat e degëve, të cilat në shumicën e rasteve duket sikur janë të komprometuar. Nga ana tjetër, edhe drejtuesit e Partisë Socialiste shpeshherë shprehen që votën e diasporës në 70% e kemi tonën. Dhe kjo sjell detyrimisht një disfavor tepër të madh për sa i përket opozitës së sotme, sa e fuqishme do të jetë ajo të reflektoj në zgjedhjet e 11 prillit, 11 majit,
11 majit, zgjedhje të cilat janë tepër vendimtare. Ju thoni që vazhdimisht nëse fiton edhe një herë Partia Socialiste, do të jetë fundi për shumë gjëra, ëh. Jo, lëvizjet brenda djathtës ka qenë një tipar i përhershëm që kur u instalua demokracia në Jo brenda Shqipëri. drejt majtës po flasun. Po nga e djathta që kanë bashkëpunuar edhe me të majtën në periudha të caktuara. Po ti kthehesh prapa dhe shikosh, gjithmonë ka pasur izma që kanë dalë nga Partia Demokratike dhe kanë bashkëpunuar me pushtetin. Por kjo nuk e ka penguar PD-n që të qeverisë pothuaj në mënyrë të barabartë në kohë me Partinë Socialiste. Dhe do të ketë edhe në këto zgjedhje, sikurse përmendët ju shembuj, po do ketë edhe në vitet e ardhshme. Sikurse ka pasur izma edhe nga e majta që kanë kaluar në të djathtë. Eksakt, është. Kur PD-ja është rikthyer në pushtet. Është në natyrën e politikës shqiptare, ndoshta edhe nga koha e shkurtër që ne jetojmë pluralizmin, që të ketë lëvizje të tilla. Kështu që kjo nuk më shqetëson fare për zgjedhjet e 11 majit. Mund të krijohet përshtypja që strukturat nuk janë ende të përgatitura sa duhet për zgjedhjet e 11 majit. Por ndoshta kjo lidhet edhe me frymën. Mendimi im, eksperienca dhe qarkun e Korçës është që ne kemi struktura militante, të cilat arrin e ngrihen në nivelin që duhet në kohën e duhur. Dhe me fillimin e fushatës kuptohet që ka nevojë për një mobilizim dhe angazhim shumë të madh, dhe ne gjithmonë ja kemi arritur kësaj me njerëzit që kemi dhe që punojmë në qarkun e Korçës. Dhe besoj që edhe në këto zgjedhje e njëjta dukuri ka për të vënë re. Nëse unë qëndroj tek Maliqi, Partia Socialiste aty, për krah jush, që jeni përballë, ju ka vënë 3 persona. Ka vënë në kryetarin e bashkisë, Arjan Joplarin që ka qenë zëvendës ministër i bujqësisë, dhe nga ana tjetër shekullorin Ilir Pendavigi. Duket sikur po luftoni për një qark, për një rreth 1-3. Dhe kjo detyrimisht zbat shumë vota, ndarja nuk bëhet kështu, pasi ky fenomen më shumë mund të jetë i dukshëm brenda tyre, që votat brenda partisë tyre do t'i ndajnë në tresh. Ne po flasim për qëndrime politike dhe njerëzit do të mendojnë rreth parë VS-s apo PD-s. Vota për kandidat është votë që shkon automatikisht për subjekt. Dhe ata këtë po mundohen, nuk po mundohen detyrimisht shkon për subjektin, por në radhë parë duhet ta marrë subjekti. Dhe ne nuk mund të themi që meqense janë 3 kandidat nga Partia Socialiste do të marrë 3 fishin e votave të Partisë Demokratike. Nuk është kjo logjika, sepse nëse do të ndodhte kështu, pastaj ne do të marrim më shumë vota në qarkun e Korçës, ku ne kemi më shumë kandidatë se sa themi janë në Maliq ose në Devoll, apo do të marrim më shumë në Bashkinë e Pogradecit. Kështu që nuk është kjo logjika. Njerëzit do të vendosin mbi ato që ju thash, mbi faktorët që ju thash, që a janë sot më mirë ekonomikisht? A ka një gjendje ekonomike shumë pafavorshme për ta? A ka mungesë pune? A ka varfëri? A jetohet me nivelin e caktuar të ndihmës ekonomike? A jetohet me këtë nivel pagash që kemi sot? A jetohet duke na ikur në mënyrë masive fëmijët tanë jashtë sepse nuk gjejnë perspektivë në Shqipëri? A jetohet me këtë korrupsion kaq të madh, keq menaxhim dhe keq përdorim të fondeve shtetërore? A mund të vazhdojë qarku i Korçës me këtë nivel bujqësie, ku prodhimet hidhen në lum sepse nuk shiten, ku kosto të cilave është shumë e lartë për shkak të konkurrencës që vjen nga importuesit?
për shkak të subvencioneve shumë të pakta qesharake që jepen fuqisë. Pra, këto janë elementet mbi cilët qytetarët do të ndalen dhe do të vendosin se kujt do të japin mbështetjen politike në zgjedhjet e 11 majit. Më pas është çështje sekondare ajo se si do të ndahen votat ndërmjet kandidatëve të secilit koalicion. Jo, Më e rëndësishme për ne të gjithë është që PD-ja të rikthehet në pushtet. Fatet e secilit individ nga ne pastaj janë sekondare. jo, mund ta quajmë që janë sekondare, nderuar, por ka një element. Dy janë elementet kryesore nëse njohim në politologji për sa i përket një partie politike. Një është programi dhe dyta është lista që përfaqëson programin. Që në disa raste të ndryshme njerëzit mund të shenjojnë me individ të caktuar të cilët mund të kenë mbështetje më të lartë apo jo. Pra, në konotacion direkt. Nëse i përmbajmë kësaj analize, zoti Peleshi ka deklaruar, ju keni pasur përballë dhe kur keni qenë drejtues qarku, ka deklaruar që është lista më e dobët e mundshme e Partisë Demokratike për qarkun e Korçës. Unë mendoj që lista më e dobët, e mundshme, më e konsumuara në qarkun e Korçës është kjo që kryeson Niko Peleshi. Pasi është simbol i të gjithë fenomeneve negative që ne shikojmë në nivel kombëtar. Vetë Niko Peleshi është përgjegjës për disa nga aferat më të rënda që ka parë ky vend. Veçanërisht në fushën e bujqësisë ju kujtohet afera e pesticideve, e cila nuk u hetua asnjëherë, ose e premtimeve të pambajtura, si në rastin e rrugës Qukës Qaflloç, që ka filluar në vitin 2012 kur ne ishim në pushtet, dhe sot e kësaj dite nuk është mbaruar ende. 43 kilometra. Dhe e shtyn atë afatin e mbarimit është bërë si pëlura e Penelopës, nuk po mbaron asnjëherë. Ose rruga Korçë-Ersek, 2 rrugë ka pasur qarku i Korçës të rëndësishme. Janë pikërisht këto dyja të filluara që në vitin 2012 dhe që s'janë mbaruar akoma. Atëherë si mund të mendosh dhe të kesh besim tek Niko Peleshi dhe lista që ai përfaqëson? Po, kjo është diçka që ju mund ta godisni politikisht, por në institucionet e drejtësisë asnjë s'e keni goditur. Dhe kjo detyrimisht mund të ngrejë një dyshim për sa i përket qytetarëve që thotë, hajde mos e këta bashkëpunojnë mesditës. Edhe unë është e vërtet, ne e kemi denoncuar edhe aferën e pesticideve, por edhe aferat tjera të Ministrisë Mbrojtjes në dhënien e bazave të ndryshme, sidomos ato në Bregdet, cilat janë dhënë për përfitimet oligarkëve për të ngritur rezorte turistike. Në një kohë që kanë qenë edhe pjesë e planit hapjes së Ministrisë Mbrojtjes. Kështu që nuk ka afera të cilat ne nuk ja kemi kursyer Niko Peleshit, përkundrazi, në çdo rast i kemi denoncuar në organet përkatëse, por është çështje e prokurorisë. Ne asnjëherë nuk e kemi mohuar, gjithmonë e kemi theksuar, e kemi evidentuar që kjo prokurori është politike. Vepron me zgjedhje atje ku nuk prek interesat e majoratës aktuale, ose interesat e Edi Ramës, edhe për Elion Velien mund të flasim. Interesat e Edi Ramës prek atje ku interesat e Edi Ramës rrezikohen. Ky ishte edhe rasti me Elion Velien. Nëse do që ta hetojë vërtet Elion Velien, duhet ta hetosh për inceneratorët, duhet ta hetosh për 5D-n. Këto janë aferat më të mëdha korruptive Bashkisë Tiranës. Nuk po them që këto cilët i po hetohen nuk janë të vërteta. Janë të vërteta, po janë një grimc në krahasim me inceneratorin. 100 ca milion euro dhe s'ka incenerator. Çfarë faktesh tjera mund duash? Kjo është Po 5D-ja që merr fondet e Bashkisë Tiranës edhe i ndajnë drejtorët. Fondet publike i marrin kompanitë private të drejtorëve. A ka krim më të organizuar se ky? Dhe këto janë çështjet që duhet hetohen.
5N-ja do të ishte një nga bazat që zoti Kaso e paralajmëroi këtu, 5 nikot. Që nuk kupton që gjatë fushatës elektorale edhe kryetar bashkisë apo kandidatë të tjerë mund të përballen me akuza në institucionet e drejtësisë. Të gjithë drejtuesit vendor të Partisë Socialiste kanë abuzime të rënda me pushtetin, me fondet publike. Duhet filluar nga Korça, Pogradeci, Devolli, i cili është në ndjekje penale. Përfundoj nxori i pafajshëm. Pra jemi, por jo se nuk ekzistojnë abuzimet. Mund dalësh i pafajshëm për shkak ndërhyrjes politike. Nëse vërtetët pafajshëm. Njerëzit i shohin abuzimet. Doktor Berisha ka pasur një postulat shumë të bukur, kur drejtësia flet politika hesht. Kështu që ka qenë një standard që ai e ka ngritur siç duhet dhe siç duhet vija politike bashkëse. Duhet të jetë drejtësi e drejtë, jo drejtësi e shtrëmbur. E di, ka një shprehje tjetër që e përdorim ne juristët, është që drejtësia si punë e gjarpër, që kafton gjithmonë këmbët që janë zbafur. Jo to me citve. Po në këtë rast ndoshta kjo referohet drejtësisë aktuale. Nuk e di këtë pjesë, se them unë. Se të çfarë, keni filluar të bëni fushatën. Fole pak për diasporën. Keni kryer takime në diasporë? Çfarë ju thon shqiptarët të cilët prej vitesh jetojnë jashtë kufirit? Tani së pari duhet të ketë parasysh që ata që kanë ikur jashtë kanë ikur sepse nuk kanë gjetur kushtet këtu. Nuk kanë mundur ta ngrenë jetën këtu. Dhe të dhënat e censusit, jo pjesa zyrtare, por ajo që në të vërtet nxori censusi dhe që gazetarët arritën të depërtojnë, e t'i marrin e t'i bëjnë publike, tregon që nga viti 2013 e këtej janë rreth 1 milion shqiptarë që kanë ikur. Na pëlqen, ne s'na pëlqen, kjo është një shifër shumë e madhe që tregon se ku e ka ta ndisur vendin kjo maxhorancë. Përjedhoj, nuk ka arsye pse të mendohet që apo ta quash normale thënien e drejtuesve të Partisë Socialiste që 70% e migracionit do të mbështesi Partinë Socialiste. Unë po ju them që 90% e migracionit do të mbështesi Partinë Demokratike sepse dëshiron që të ketë ndryshim. Dhe ju e keni parë. Jo, do të isha dakord me ju, do të isha dakord. I keni parë pritjet në emigracion të zotit Berisha dhe të Edi Ramës? Nuk besoj tek pritjet edhe tek tubimet. Për një arsye nuk besoj sepse shumë insekte edhe andej mund bëjnë njerëz porositur. Jo. Ne nuk kemi dërguar njerëz nga Tirana, sikurse morën pjesë në takime dhe jo vetëm nga Tirana, por nga të gjithë qarqet e vendit, sikurse morën pjesë në takimet e Edi Ramës. E gjithë administrata qendrore dhe vendore mbushi sallat e takimeve të Edi Ramës. Nuk ka ndodhur kjo me zotin Berisha. Kanë qenë emigrant mirëfillt. Atëherë, nga Shqipëria kanë shkuar vetëm 4-5 drejtues, deputet, cilët kanë shoqëruar zotin Berisha dhe kaq. Por ama keni parë entuziazmin e tyre. Vendosmërinë për të ishte dakord për këtë pjesë. Votuar ndryshimin. Nëse më lejoni. Partia Socialiste është një parti e cila ka vite që është 12 vjet në pushtet, ka mekanizma më të zhvilluar që mund të jenë mekanizma publik, të cilat mund t'i vënë në shërbim të fushatës elektorale, ashtu siç e keni denoncuar dhe ju. Çështja qëndron në një fakt. Po, sot Partia Demokratike në logjikë më të thjeshtë mund të kishte mbështetjen e gjithë atyre të cilët janë pak kënaqur dhe kanë ikur. Por a kanë qenë këta të pak kënaqur të cilët janë regjistruar, apo janë regjistruar votues të cilët shkojnë shumë pranë punonjësve të administratës? Dhe nëse hyjmë kësaj analize, rezulton që mbështetja e diasporës jetë mbështetje e familjarëve të personave të cilët janë administratë. Kush e tha këtë? Kush e tha? Patjetër më ju akuzoni. Dhe si vërtetohet kjo që emigrantët që kanë familjar të punonjësve të administratës? Ju keni denoncuar administrata po regjistron pafund familjar.
keni shkuar Është tjetër që me kamerat fshehta në televizionet që janë pranë ne Partisë kemi Demokratike? denoncuar faktin që punonjës të administratës aktuale, Po, veshur gjoja me petkun e KQZ-s, po, shkojnë aty. kanë shkuar për të regjistruar që paraqiteshin si punonjës të KQZ-s dhe i mashtronin qytetarët dhe përpiqeshin. Po sa sigurt e keni që është ai Po person? përshta që këta njerëz nuk do të votojnë. Fakti që denoncohet nga njerëzit atje, nga pikërisht nga këta që gjoja u regjistruar nga punonjësit e KQZ-s, tregon që aty ka një padurim për të votuar për ndryshimin. Që sigurisht e sjell opozita. Koalicioni ynë. Unë kam qenë thellësisht i angazhuar me regjistrimin e diasporës e cila anon djathtas. Vetëm në Maliq ne kemi identifikuar mbi 2000 individ të cilët në pjesën dërmuese janë regjistruar dhe pres një mbështetje të konsiderueshme prej tyre në rezultatin zgjedhor. Për flisni janë vota edhe për ju. Po në radhë të parë të votojnë koalicionin. Pastaj për të mos u treguar sikur nuk jam interesuar për rezultatin personal, sikur vë vetëm interesin e koalicionit. Kjo nuk do të ishte e sinqertë, unë patjetër luftoj edhe për rezultatin personal, sikur se luftojnë edhe kolegët e mi. Ky është sistemi zgjedhor që kemi zgjedhur dhe jemi detyruar që të përshtatemi. Kë ndjen rival për në listës? Po ka pa dashur të ndalem në emra, ka rival edhe në Korçë, edhe në Pogradec, edhe kudo me i shoh si kandidatura të cilat po të punojnë seriozisht, po ta prekin bazët, po të trokasin në dyert e votuesve, mund të arrijnë një rezultat shumë të kënaqshëm. Ju po flisni disi për sa i përket edhe pjesës garës brendshme, por nuk saksuat emra, thjesht matët dhe thatë potencialin e tyre në rast se të do të shkelin terrenin. Gjithsesi unë kam parë një diçka e cila nuk më duket e natyrshme apo mund të më duket edhe e qëllimshme që ju nuk jeni shpeshherë në takimet ku bën prezantime të gjithë kandidatëve. Pse keni zgjedhur këtë lloj forme? Jo, nuk është se s'kam dashur që të jem, por në momente të caktuara nuk kam qenë në qark. Për shembull, kur u bë prezantimi Pogradecën, sa duket, kësaj i referoheni. Kam qenë në Devol, sigurisht edhe në Maliq, sepse është zona ime, por këto janë bërë deri tani, këto bashki. Patjetër që do të jem në pjesën që kam mbetur, pasi tashmë jam vendosur përfundimisht në qarkun e Korçës për gjatë gjithë javës. Kryen takime të vazhdueshme. Po, domethënë nga e hëna deri të shtunën, unë jam rregullisht në fushat elektorale deri në 11 maj. Jo, më vjen mirë kur e gjë. Për një arsye se ka persona në atë listë që kanë thjesht emrin. Se për dalë fushat elektorale as para dalin. Pa ju referuar, do t'i referojmë vonë. E keni fjalën për atë të PS-s, pa dyshim shumë është. Ashtu qoftë. Konkluzioni drejt. Gjithsesi. Ne dua të qëndroj edhe në një fakt tjetër. Si janë marrëdhëniet tuaja personale me doktor Berishën? Shumë të mira. Unë po bëj që nga viti 1990 që jam në politik dhe t'jemi sinqert ja dedikoj shumë edhe doktor Berishës, pasi në atë kohë kam qenë fare i ri, 30 vjeçar, pak më shumë. Hyra në politik edhe fakti që vazhdoi të mbetem në politik edhe pas një periudhe të gjatë kohe, tregon që jo vetëm që kam punuar intensivisht dhe duke lënë modestin më janë, e kam merituar të jem, por
në një farë mënyre unë jam profilizuar sipas udhëheqësisë që doktor Berisha i ka bërë Partisë Demokratike. Pasi e fillova krejt i ri dhe pa përvojë politike, dhe sot jam në afër fundit, nëse mund ta themi, të karrierës politike, por jo në fund, e theksoj këtë. Kështu që ne jemi politikan pak a shumë të profilizuar dhe të gëdhëndur sipas këtij modeli qeverisës ose drejtues opozitar, të cilin unë, për të qenë i sinqert, e kam mbështetur në të gjitha kohët. Edhe në periudhën më të vështirë ose të vështirë të themi, të 2021 të zotit Berisha, ku shpall non grata, u përjashtua nga grupi parlamentar dhe nga partia, ju e dini që unë kam qenë një nga mbështetësit më të zëshëm. A është ky një shpërblim që u ka bërë? Pra, futen në lista pavarësisht primareve, sepse ne pam njerëz të cilët nuk kanë qenë fare në primare, futën në lista, apo siç pam edhe njerëz të cilët janë vlerësuar shumë. Po është e pamundur që ta evitosh këtë fenomen. Ne tham që primare do të ishin seleksionuese, por jo që renditja do të ishte besnikërisht sipas primareve. Pse? Kishte edhe faktor tjerë. Edhe të marrësh qarkun e Korçës për shembull, do ruash kriterin gjeografik apo jo? Absolutisht. Janë 5-6 bashki. Do ruash kriterin gjinor. Do ruash sensibilitete fetare. Patjetër që gjen jo vetëm Korçë, por edhe në qarqe të tjera. Do përpiqesh të futesh në lista edhe politikanë të rinj, se do mendosh për vazhdimsinë të ardhmen. Të gjitha këto e bëjnë të vështirë që primare ti respektosh ashtu si kurse doli rezultati. Kështu që pastaj do keni parasysh që Korça, qarku i Korçës u vështirësua pak edhe nga fakti që një vend në kuvend ju hoq nga 11 ju në 10. Dhe këtu po kujtoj edhe diçka që lidhet me atë të Niko Peleshit që thatë ju që Ata ka mbajtur si motiv. Ka besim që do të dalë 7-3. Nga 12 ishin dikush shkruante që në udhëheqjen e këtij nga viti 2013 e këtej qarkut Korçës janë hequr dy mandate në kuvend. Që këtu flet për sukseset në thonjzat të tyre. Jo, kjo është e vërtetë. Edhe nëse e shohim, qarku i Korçës është qarku me shpopullimin, me shtesën negative natyrore më të madhe në vend të rrezikon të mbetet jo si Huksi, po më keq akoma, nëse nuk merren politika frenuese. Për këtë arsye shpeshherë un kam bërë kronika, shpeshherë kam qendruar për problematikën në fokus, por në vetvete siç dihet shumë gjëra nuk dëgjohen. Përpos kësaj pjese, unë ju pyeta për sa i përket pjesës atërmbetjeve në rast se kishit që nuk keni në listë të mbyllur. Sepse në kriterin gjeografik që ju thatë, numri 3 i përkon Bledon Allbatit, prapë është një për mendimin tim një nga kontingjentet të mëdhenj të votave të Partisë Demokratike në qarkun e Korçës aktualisht. Mund të ishte të ju, mund të kishte një vend progradesi tek. Po mund të ishte edhe dikush tjetër, por në fundit një vend ishte. Se në 3 vende, njëri do të jetë drejtuesi politik, i dyti do të jetë femër, kështu që ngelet një vend. Një vend për 3-4 veta që pretendojnë nuk e zgjidh dot, kështu që dikush do të dilte në listë të hapur. Kështu që të gjithë kemi qenë të përgatitur për këtë. S'mund të thuash që as unë vetë nuk pretendonja me siguri që do të jem në listë të mbyllur. Ju e keni kërkuar këtë gjë. Në dilitime çdo kush lufton që të kapë më të mirën edhe në nivel personal. Por në fund do të bësh një analizë dhe do të pranosh atë që është më e mundshmja. Dhe sikur se ju thash, një vot për 3-4 pretendent nuk e zgjidh çështjen. Por edhe në listë hapur oportunitetet për disa prej nesh janë që të luftojnë, të punojnë, edhe të mund të mbledhin vota dhe të dalin si
deputet Kuvendin e Shqipërisë. Unë edhe në të shkuarën kam luftuar në majoritar. Në 2005 e kam filluar me sistemin majoritar. Dhe arrita që të mbledh votat, fitoje dhe të shkoj në Kuvendin e Shqipërisë. Kështu që besoj që sinjali është i qartë, pra konteksti ose nën asaj që thuhet është që ti përsëri do jesh aty. unë do të bëj gjithçka është e mundur. Më pas kjo do i ngelet elektoratit, ai do ta tregoj, por për sa më takon mua nuk ka për të munguar ndonjë element për të cilin më vonë them apo të jem pishman që pse s'bëra edhe këtë. Unë do të bëj gjithçka dhe pastaj është vullneti i njerëzve. Do të pyes për një personazh tjetër që është shumë i rëndësishëm, ka qenë shumë i rëndësishëm në arenën e Partisë Demokratike, është Ervin Saliani. Ju shpeshherë nuk jeni pasur ujëra të qetë në njëri tjetrit, por dihet që Saliani ka pasur një mbështetje masive në qarkun e Korçës. E dëmton qarkun e Korçës mos prezenca e tij apo elektorati është i njëjtë, është i pandijshëm me këtë fakt. Sigurisht ju e thatë vetë që ka qenë më i votuari në vitin 2021, nëse do të ishte i mirëpritur. Por për arsyet që ju i dini fare mirë, e ka të pamundur që të jetë pjesë e fushatës elektorale. Koston do e dia. Koston që paguan Partitë Demokratike për burgun politik Salianit. Koston do ta përballojmë gjithë ne si kandidat nëpërmjet punës son. Pra që do ta rikuperone. Të rikuperojmë domosdo. Duhet të rikuperojmë dhe të arrim në ato nivele që ju thash që nga Korçat paralajmërohet fitoria në nivel kombëtar. Keni një figurë më shumë teknike se sa politike në drejtimin e qarkut. E kam fjalën për zotin Ivi Kaso. Kur flas për të është një jurist nga më të mirët që mund të ketë sot në vend, por jo shumë i mirë i politikës. Nuk mund ta them këtë, pasi unë e njoh nga afër. Ivi Kaso mund të hyjë tani tek njerëzit me shumë eksperiencë në Partinë Demokratike. Unë e njoh që në qeverisjen e dytë të PD-s, si jurist pranë PD-s, kështu që kam mbi 15 vjet kontribute politike në PD. Mund të ketë qenë pak më larg qarkut të Korçës, por ka qenë mjaft aktiv në Tiranë, edhe ku ka konkuruar. Kështu që në këtë kuptim unë e shoh si një person të kompletuar edhe në aspektin politik, edhe në aspektin teknik, për të kryesuar qarkun e Korçës. Cili është komunikimi? Do të thoni shumë i mirë. Do të thënë kam pas marrëdhënie edhe në të shkuarën marrëdhënie shumë të mira. Edhe kur kam qenë në kryetari i Partisë Demokratike, puna më ka detyruar që të bashkëpunoj me sektorin juridik për shumë çështje, nga më të ndryshme. Qoftë për ato që denonconim, qoftë për ato që përgatisnim për kuvende të tjera, ligje e gjëra të lloji. Dhe komunikimi është shumë i mirë me të. Ivi është një person shumë i qetë dhe komunikon lehtë me njerëzit. Duket si person teknik, por po ta njohësh nga afër, do të vësh re që nuk ka bariera me Ivin. Jo, dakord, unë po flas për. Do të thuash që nuk e njeh qarkun e Korçës aq thellë, por për këtë jemi ne të tjerët që e ndihmojmë, struktura e PD-s, drejtuesit degëve të Partisë Demokratike, kandidatët për deputetët, me të cilët ai me të gjithë ka krijuar një raport shumë funksional dhe nuk shoh që të ketë diçka ta pengoj për të kryer detyrën që ka marrë, funksionin që ka marrë. Do doja edhe në kontekst të kësaj pyetje, mund të ketë dhe direktiva të paktën nga qendra për të mbështetur ose për të mos mbështetur strukturat një kandidat caktuar. Nuk besoj. Nuk besoj. Nuk besoj apo si ndjeni? Këto janë thashë theme klubesh.
Mirë, gjithsesi kështu mua më rezulton disa raste kështu. Mua më rezulton disa raste. Nuk e imagjinoj që të ndodhë. Okej, më bëri përshtypje një postim juaj ditën e dieshme në mos gaboj për çështje financash, pjesa e financave. Kjo fushat elektorale duket sigurisht një fushat që në vetvete kërkon edhe financim dhe mbështetje. Patjetër. Nuk ka burime financiare Partia Demokratike, po për post votës duhet të kërkojë edhe mbas anëtarëve një mbështetje monetare? Spari unë, me qenë se hapët këtë, unë mendoj që metodat transparente Jo, ajo është bankare, absolutisht është transparente. janë më të mirat, edhe shkëputja nga oligarkët. Nuk keni oligark mbrapa, sepse kjo është një pyetje që mund të shtohet çdo oligark i mundshëm. Të kërkosh mbështetjen e biznesit, mendoj unë, është jo normale, sepse nesër do të duhet t'i përgjigjesh interesave të atij biznesi. Absolutisht. Do të bësh një zëdhënës i tyre në kuvendin e Shqipërisë. Për fat keq ne kemi rregulla jo shumë të konsoliduara për financimin e fushatave elektorale. Nga disa njerëz u interpretua sikur po i kërkoi antarësisë partisë për të Kjo është në rrjetet sociale, sepse dhe kjo më bëri që të jemi sinqert me ju edhe ta heq atë si postim. Edhe fushatën elektorale do ta mbuloj me shpenzimet e mia dhe mbështetjen që mund të më japi ndonjë shok apo ndonjë mik. Por fushata ka shpenzime, ka kosto. Patjetër. Do të fillosh të prodhosh, po karburanti, po do prodhosh materialet publicitare, fletpalosje, gjëra të tilla, do të marrësh zyrat elektorale, po do i kompletosh zyrat elektorale me banerat e ndryshëm etj. Po do kujdesesh për ditën e zgjedhjeve. Ju të opozitës e keni keqë, ata përballë ju se ka kaq vështirë. Po e vërtetë është që në opozit ke mundësi shumë të vogla. Edhe më kujtohet një herë kur kam qenë nënkryetari i kuvendit, më rastisi të takoj nënkryetarin e Bundestagut, i cili kishte ardhur për një vizitë në Shqipëri. Dhe në një moment tha, kam një koleg, tha, deputet nga opozita, dhe shpeshherë më thot, në Gjermani e kishte fjalën, që ju nuk e dini ç'do të thotë të jesh në opozitë. Kur e thoni ju që jeni në Gjermani, thashtë, ç'duhet të themi ne këtu? Që të kuptoni se ç'është opozita në Shqipëri. Ishte privuar nga të gjitha drejtimet. Jo, ta bëra këtë pyetje sepse në opinionin publik ka gjëra që shpesh mund të qarkullojnë, mund të keq interpretohen ose mund të thonë ndryshe. Prandaj doja një variant tuaj. Ishte në mënyrë të sinqertë. Përgjithsisht fushatat elektorale financohen në dy forma, nëpërmjet kontributeve, të cilat kanë një kufi të caktuar, edhe këtu ligji kontributin personal ta lejon deri në 3 milion lekë të reja. Po. Së dyti nuk lejon kontribute nga jashtë, dhe shumë mirë sepse do të kishte influenca të segmenteve, të sektorëve të ndryshëm në politikën. Në çunat e Londrës pastaj dhe në politikën shqiptare, po. Na mjaftojnë këta londinezët që janë këtu në Shqipëri. Duhet të ndëroj 2-3 pikat e fundit, ta mbyllur. Shpeshherë po diskutohet për sa i përket objekteve të ndërtimit në Pogradec. Po ta them për Pogradecin, sepse është një situatë që mund të jetë e zhvendosur në Korçë, është e zhvendosur në Moskopoj, pritet edhe në Maliq, ku shpeshherë kompanitë mëdha pa pasur interes direkt investojnë në qoftë në objekte ndërtimi, hoteleri apo mbas edhe objekte të akroturizmit e tjerë. Por që duket që shpeshherë kanë lidhje të forta me politikën, me një krah apo me një krah tjetër. Unë nuk shoh, për të qenë shumë transparent dhe shumë i drejtë për drejtë me ju dhe me publikun, nuk shoh që mund të nxjerrim Partia Demokratike mund të nxjerrë një deputet tjetër përveç jush apo dikush tjetër në qeverin e Korçës, dhe shpresat i kam më të pakta tek Pogradeci, dhe për këtë arsye a keni ju një strategji
përpas zgjedhjeve për të adresuar në kuvend këto problematika apo edhe në nivel politik? Është një fakt i pa diskutueshëm, jo vetëm brenda vendit, por edhe në arenën ndërkombëtare, raportet e ndryshme që prekin këtë çështje, që në Shqipëri në mënyrë masive pastrohen para. Dhe nuk janë para vetëm të krimit organizuar shqiptar, të aktiviteteve jashtëligjshme, por për fat keq këtu vinë edhe para nga korrente të tjera jashtë. Eksakt. Gjithaj bum ndërtimesh në Pasur Tiranë treg, pa pasur treg dhe sidomos. në Bregdet, flet vetëm për atë që këtu pastrohen pa kontroll paratë e krimit të organizuar shqiptar dhe ndërkombëtar. Fakti që mund të ndërtosh pa treguar se ndërtosh një kull, pa treguar nga e ke burimin e financimit, është më evidenti në atë që këtu edhe ligjërisht është ngritur një mekanizëm i cili shërben pastrimit të parave. Duke qenë se Tirana dhe Bregdeti po saturohen, tani po i hedhin sytë edhe në zonat tjera, siç është Pogradeci. Mos kopoja nga ana tjetër që po bëhet beton e gjallë, nëse keni qenë në punë. Betonizim, mbi popullim në këto zona, të cilat do të çojnë në konsumim të shpejt të vlerave që kanë liqeni i Pogradecit, themi, edhe bregu i tij. Por kësaj duhet t'i vijemi ne si barierë, qytetarët, politika e shëndosh në mënyrë që të mos ndodhi, sepse nëse edhe Pogradeci apo Voskopoja apo zona tjera kthehen sikurse është Golemi i stërpopulluar, të jeni sigurt që edhe përfitimet nga turizmi do të jenë minimale dhe shpejt këto zona do dalin edhe nga tregu serioz i turistëve. E qartë. Mesazhi i çon demokratëve, qytetarëve të qarkut të forcës, të cilët duhet mbështesin jo domosdoshmërisht Mondin, por duhet mbështesin Partinë Demokratike. Mesazhi është ky që gjërat kanë ndryshuar, sikurse po e themi edhe shpesh, një sherif i ri ka ardhur në qytet. Dhe pas 11 majit, punët në qytet do jenë krejt ndryshe. Edhe ardhmja jonë do jetë krejt ndryshe. Unë kam besim plot patungë. Uroj suksesa. Faleminderit. Uroj suksese si garën brenda, por edhe jashtë. Faleminderit. Të nderuar miq, ishte dhe ky episod i radhës në podcastin Mos e Esht. Do të vazhdojmë prapë tek klima politike, duke prezantuar kandidatë ashtu si të opozitës dhe maxhorancës. Duhet të specifikoj që ftesë kam nisur konkretisht edhe zotit Ilir Petavinji dhe zotit Peleshi. Zoti Petavinji paraprakisht e ka pranuar ftesën, por nuk është përgjigjur as së fundi. Ndërsa zoti Peleshi ka lënë ftesën ndërmjet postës së jos. Kështu që unë i ftoj përsëri nëpërmjet së dalje dhe duhet të përshëndes për vazhdim. Faleminderit.